Jam zgjuar për rezultatin, por jam shumë kënaqur për mënyrën se si jemi paraqitur. Jam kënaqur edhe për lojtarët për mënyrën se si janë paraqitur. Një vit e gjysmë, 2 vite. Mendoj që kjo ka qenë një ndër ndeshjet më të mira që kemi bërë, kundër një kundërshtarit të vështirë, edhe ishte një ndeshje e vështirë kundër një kundërshtarit të ashpër, të fortë dhe fizikisht shumë mirë. Kemi hyrë në fushë me mentalitetin e duhur, edhe lojtarët që janë ndruar në pjesën e dytë kanë bërë shumë mirë, merituan pak më tepër, jam zgjuar për rezultatin, por që jam krenar për lojtarët. Ne punojmë vazhdimisht për të rritur nivelin e skuadrës tonë. Rikujtoj që më herët përpara Europianit ne kishim zgjedhje rreth 15 gjatë vitit. Sot kemi 22-23 lojtarë të cilët janë të një niveli shumë të mirë. Kemi përmirësuar shumë, kemi lojtarë të mirë me teknikë shumë të mirë dhe fizikisht mirë. Por rikujtoj dhe kam diskutuar të gjithë me lojtarët që kemi shkuar në Europian edhe fal golave edhe performancave shumë të mira të Hasanit dhe të Mehdi Bajramit. Po kjo është thjesht një moment tjetër që është gjë e mirë. Mua si trajner më pëlqen, më konvenon edhe në këtë rast edhe kundërshtari nuk di se çfarë të pret nga skuadra jonë. Mund të ketë projë, mund të jetë lojtar i gjatë me forcë fizike, me shpejtësi, mund të jetë Uzuni, mund të jetë Hasani, i cili luan në këmbën e majt, është i vogël, por që ditë të portoj në fushë. Është diçka e mirë për neve, sepse kemi lojtarë të nivelit të lartë, do të vi sigurisht momenti i të gjithë, por që janë më kënaqur dhe krenar me lojtarët e nivelit.